Sokol Stojani voton për Adnan Xholi. Mojsi Duda, Klodian Braho. Olger Eminaj, Klodian Braho. Erin Mërkuri, Adnan Xholi. Mirela Bogdani, Klodian Braho. Vat Staka, Adnan Xholi. Ledina Riza, Klodian Braho. Erin Gërmenji, Klodian Braho. Zeqir Hoda, Klodian Braho. Arta Mandro, Klodian Braho. Erion Fejzula, Elvin Gokaj. Atëre rezultati është I tillë. E bët, okay. Klodian Braho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adnan Xholi 1, 2, 3 vota dhe Elvin Gokaj 1. Po lexoj vendimin për efekt procedure më shumë. Atëre vendim për përzgjedhjen e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bazuar në nenet 148 dhe 149 të Kushtetutës, nenin 52 të ligjit 96 për statusin, nenin 15 të ligjit 95 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, nenet 164, 166, 184, 189 të ligjit 115 për organet e qeverisë e sistemit të drejtësisë, si dhe rregulloria për kriteret dhe procedurën për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e vitit 2023 të Këshillit, pasi zhvilloi intervistat me kandidatët për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe votoi në rend alfabetik secilin prej tyre, votim nga I cili rezultoi se Zoti Adnan Xholi mori 3 vota. Kandidati Dolores Musabelli mori 0 vota. Kandidati Elvin Gokaj mori 1 vot dhe kandidati Klodian Braho mori 7 vota nga Këshilli I Lartë I Prokurorisë. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodian Braho në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.